A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Elhamdulillah, kaluan edhe një muaj me shëndet, me iman, erdhëm këtu, kamët në mbajnë, zemra në mbajti, zemrat në banë, në gjësh ders, trisht me gjlis, mos dalish në përvende, trezikshme po trisht me musliman të mirë. Kjo dhurat pe Allahu Gjelle Gjelalu. Duhet me adit vlerë. Ne hoxalarët dë njerë, zdim ti menagjojmë do ndjenja, Allah i në rujtë mos bim në ato situata, e mendojmë se feja islame sigurisht që është diçka shumë serioze, ma serioze se ajo s'ka kur gjë. E me fejnë islame shaka nuk bëhet. Me pejgamberin al-Islam shaka nuk ka. Me Kurani Kerimin shaka nuk ka. Tash në Turqi është top tema, do idiot, do gjahila, do qafira, ku edhi si talk show diçka, e kanë shajt pejgamberin a.s. Janë talë me hadithin e ti. Ama e ka dit, ama nuk e ka dit. Nuk kam intereson. Ajo është e shenjta jonë. Feja është e shenjta jonë. Dë dish njere ku jetësh, që si pas asaj do t'i masish edhe fjalët. Mirë po, atë shenjë të ri, elhamdulillah, seriozitet e kemi. Mirë po, muslimania nuk mund dë njeret mblidhet që këtu, ku s'ka dë një haram, po të boje pak muhabete dynjaleki, pak qeshe, pak një qaj, një kafe. Sigurisht që po. Edhe kjo gjemat kur dërim këtu dë shkruhet se vap. Hajdeni këtu pi një qaj, këtu pi kafe. Papare kafja këtu. E ne qaj papare. Muhabete. Abe hoxho dë njere te projmë qeshim me lot, si kur gafletin a kap dynjaleki, ani, ma mirë këtu, se sa dikundi tjetër. Aty për jashtë ndë qeshish me lot, aty dërish stil, se e di se dy tavolina ma ande është një vajzere që i shallat qëlloje dë njerë këndi, të ma shofe orën sa të shtrejt e kam, apo frizurën si e kam ba. Kjo 100.000 herë ma problem se sa të rish që këtu këtë bura, e ne të bëj shtosa sa të duash, veç mos u talë me fen islami. Tamam. Do njerë edhe neve këtu të kalzu ders, na hik dë njerë nivelli pak, bile duhet t'i kërkoj edinit falje se dersin e kaluar bash me edinin mora shembull për do organet të trupit dhe do qime që duhet pastruan, apo ma bëjsh halal loqk, qashtu. Ama ma mirë është këtu. Hoxha jonë në thoshte, normalisht medrese ishte ambienti medreses, thot këtu edhe në tualet kur hysh bilet të shkruat se vap. Pse nuk je dëkundi tjetër ku mund të hysh në gjunafe. Këtu maksimum gjunafi i vetëm që mund bëhet që e shofim edhe neve, dhe njerë na hik pak tema si kur i folim dhe kujt në bas shpine. Vetë që këtu si të koncentrohemi, një problem është, ma kolej kjo është lyet, se sa dalish për jashtë, 100 probleme. 100 probleme. Ta shpejt, se edhe neve që shurim, bas akshami mas jacije, muhabet, qaj, njonin pyti, hoxho, a mundet me shku me një restorant që nuk shet raki, po shet alkohol 0% që janë ato, bira pa alkohol. Bira pa alkohol, një këto dy fjallë janë pak kontradikt për mua. E tash, pse koncentrohemi vetëm këtu? I thash, leje ti, mos e shikon frigider çka ka ai njeri. Shife njeri ti në tavolina çka ka. A vin vajzat reja aty? Po. A dalin rini janë ato vende? E po. Tash njeri, a me një shishe mund të bëj një gabim? Apo me njerës tjerë që s'ka një qahë? E duhet pak do vende qera me u koncentru. Se kohët e fundi ta shohim, ngjojmë, gabime ndodhin sent. Hajde. Bujt. Ja. Sigurisht që nuk themi se s'ka vlerë ajo me hik nga i gabim themi. Mirë po, koncentrum do vende qera që hajde dhe me të hik syni ka shishja e rakis, nuk thom, nuk e preferojmë. Lokale, ku shitet alkohol, një muslimani mirë, nuk duhet me hy, në rregull. Mirë po, kjo parashtrohet ma shpesh se sa to qerat. Këtu mund gaboj muslimani. Këtu mund gaboj, këtu mund bëhet rezil. Këtu mund të trastojnë ndoshta edhe namusin e vetë, Allah i na rujt. Për qatë, duhet mirë që kështu me zhlise që kemi, me ndejt që këtu, me bo shoqni, me bo muhabetet mira, edhe
që këtu me u knaq. Tash inshallah vazhdojmë me dersin e Imam Ghazaliut Iljamul Avamin, që kemi fillu para disa muje. I numërojshim disa detyra që i ka muslimani. Me lejen e Allahut xhamat që këto derset na shpëtojnë imanin. Që këtu të ndet inshallah, bafë që xheneti thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pe këtu çka të mbrini kullotni. Domethënë çka të mbrini merrni nga hoxhallarët. Shkurt dhe mbaj se udha e gjatë. Edhe juve nuk du të u bezdisi. Keni hoxhallar shumë të ndershëm, po si mysafir na thirrni që aty ta mbajmë dersin. Detyra e dytë që e lexuam muajin e kaluar ishte me bo iman, me i besu ajeteve që vinë nga Allahu, hadithet nga pejgamberi a.s. dhe mos hym shumë e shumë në detaje me u krujt. Se është e mundshme, edhe pa e ditë diçka në detal, me i besu. Tham, shembull, nuk e dish çka ka brenda asaj shtëpis, a është njeri, a është kafsh, a është diçka tjetër, mirë po mund të besosh se ka diçka. Edhe pse nuk e dish detalin se çka ekziston brenda. Çashtu do ishte edhe me ajetet mutashabih, neve nuk mund t'i arrim kuptimet e atyne, vetëm i besojmë çka ka thënë Allahu është hak, çka ka thënë pejgamberi alayhis salam është hak, sesa të hym edhe ma pat na komplikojmë punët. Sonte inshallah do ta lexojmë shkurt detyrën e tretë që duhet ta ketë një musliman parasysh. Thot el i'tirafu bil ajzi. Duhet ta pranojmë se jemi shumë të dobët. Vërtet duhet ta pranojmë xhamat. Këtë në çdo aspekt duhet ta pranojmë se njerëzit tjerë kur e shohin se ti e mbajsh veten diçka, kjo më njerë bëhet diçka negative dhe nuk të duan njerëzit. Pejgamberi alayhis salam ashtu thot, një njeri që e pëlqen veten, i duket vetja shumë i nalt, mirë po të sytë e njerëzve është, më falni që e them, si një qen e ndacak. Qen të rrugës sa kanë vlerë për neve, çaq na duket në sy edhe një njeri që thot une. Ulemat e mëdhej kanë thënë, ai që e mba veten shumë krenar, shumë nalt, mendon se ka hyp në kodër atje nalt dhe i sheh njerëzit si milingona kështu, apo unë i shkeli këto. Harron se edhe ato që janë poshtë atë shohin çka ca një milingon. Prandaj qibri, unë e di, unë e bëj, muslimanit të mirë jo. Sidomos kur bëhet fjalë për ajetet e Kur'anit, për hadithet e pejgamberit, për ijtihadet e mujtehidëve apo për evliat e ulemat rasikhun. Neve do e dim nivelin ton, do e dim edepin ton, çka kanë thënë ulemat çashtu. Që Imam Ghazali thot, duhet ta pranojmë se jemi të dobët, shumë detaje nuk mund t'i kuptojmë ajetet e Kur'anit. Dhe thot, një njeri që nuk mund t'i dije esencat e këtyne ajeteve dhe kuptimeve, hakikatet e atyne, as nuk mund t'i dije komentimet, te uilet e asaj, atëra e ka vetëm një detyrë e një qirra bil ajz. Ta pranoje se unë jam i dobët, unë së një kuptoj ato punë, hoxho, vesh më të rego shkurtimi, shka duhet të besoj, që këshu dhe besem. Si tham dersin e parë, me e bot takdis. Detyra e parë ishte me shentëru Allahun. Mos me e përngjasu me kryesa, aty mbaron të detyra e parë. Detyra e dytë ishte mos me hynë në detaje, detyra e tretë me pranu se jemi të dobët që mos na mbjellet dhe një interesim. Prit ta shofi une. Vetë hoxhallarëve u takon kjo, neve duhet t'i dim komentimet që t'u shpëtojmë xhamatlive imanin në akide dhe në ndaj Kuranit dhe ndaj Sunnetit. Sepse thot, besimi është i obligueshëm, edhe diçka tjetër e ka obligim muslimani, ta dije se me kuptu realitetin e këtyne ajeteve, ai njeri është i dobët, ajiz, i pafuqishëm, atë sëndarje. Nëse pretendon se une mund ta kuptoj atë, fekat kedhebe, ai ka gënjy, ai është renaveci më i madh. Allahu Teala na ruaj nga gënjeshtat. Fiks në këtë ka isharet kur thot Imam Maliku, "Wal kayfiyya majhula", forma e kësaj kur e pyeti ai njeri, si ma të regosh istiwaja, Allahu Teala bëri istiwa mbiash, tha istiwaja është ma'lum, po e dim se kalon në Kur'an, forma, mënyra, nuk mund të imagjinohet, nuk mund të imagjinohet, dhe me tha neve, këtë nuk mund të kuptojmë, si veprona, si ka folë Allahu Teala me Hazreti Musën. Atë, nëse je profesor i ilmi kelamit, nëse je profesor i tefsirit, duhet të dish. Neve, xhamatlit të thjesht, nuk duhet be të dim, duhet të dim veç, Allahu ka folë me Hazreti Musën. E para. E dyta, mos e përngjaso. Nuk është si e folur rajon me shkronja, me dhëm, me gjuhë, me gojë e kështu me radh, me dëni zën që dëgjohet nëpërmjet këtyne valeve që shkojnë në vesh, tamam. Mos e përngjaso me ato. Allahu a ka folur me Hazreti Musën? Ka folur. Pik.
Pik. Mund t'i besojmë kështu. Ma kollaj. Do me thanë, e ka pas për qëllim Imam Maliku, në detaje nuk mund t'i dim neve këto ajete. Thot, dietarët e thelluar në dije, edhe evlijat e vërtet, edhe pse në njohuri, në dije, njerëzit e rëndom t'i kanë kaluar jashtë mase, edhe pse janë thelluar, shumë janë zhyt në marifetin, në njohje ndaj Allahu xhelle xhelalu, dhe kanë hec shumë më përpara se neve, përsëri atë që s'u ne kanë arrit në krahasim me atë që e kanë arrit nga dija, është prap e pakrahasueshme, sepse Allahu Teala s'ka fund, esmajat e tij s'kajnë fund, sifatet e tij s'kajnë fund, ato edhe pse kanë një farlloj njohurie më të madhe se neve, me e krahasu me atë që nuk e din, kjo nuk mund të krahasohet. Prandaj, atë që e kanë të mbuluar është shumë më e madhe se ajo që është zbuluar aty nga dijet. Prandaj thot Imam Ghazali, në raport me atë që nuk e din, që e kanë të mbuluar ende, pejgamberi a.s. ka thënë, la uhsi thana'an aleke. Ja Rabbi, nuk mund të arri atë lavdrimin e plot ti si e meriton. Ente kema ethnete ala nefsik, ti je ashtu si e ke lavdruar veten, do me thënë, në Kur'an dhe në synetin e pejgamberit a.s. Çka i ka mësua Allahu, çashtu dhe i bëje lavdrime dhe falënderime pejgamberit. Ulemat kanë thënë, pejgamberi e tregon nivelin më të lartë të robrisë. Dhe bëjsh ibadete, dhe njohish Allahun, mirë po në fund dhe e pranësh se prap sën të njofta halis si duhet, sën bëna ibadet halis si duhet, sën bëna dhikër halis si duhet. Sidomos sot shekullin 21, këtë shumë ma mirë detyrën e tretë mund të bëjmë, e dim se jemi shumë të dobat. 2 orë para televizorit rrim një basketbol, një futbol, një sen të shikojmë, akshamin 10 minuta shpejt, hajtë të sosim gajlen. Shifta të dobet jemi, të pak të ne pranojmë, Jacia, aman ja Rabbi, e tash, kur e vonojmë dë njerë, kur bëhet ma herët jacia, ma shumë në mashtron shejtani. Ase shumë herët dhe e fali pak ma vonë ja bëhet 12, një i natës. Njët natës kur duhet ta falish jacin, thot njeri kërse 100 kil në supe dhe mbash dhe një thes të math me beton. Që, të dobet jemi ja Rabbi. E ku më të hymë në këto detaje të thella. Ndërsa, në raport me atë që e ka ditë pejgamberi, nga në Allahu që ja ka dhuru Allahu, ka thënë, ene a'rafekum billahi, wa akhfekuhum lillahi, wa ene a'rafekum billah. Edhe pse ka disa hadithe qera, që kjo kalon me një rivajet qeter, rivajet i më i sak në Bukhari është, inne etkakum, wa a'lemekum billahi, ene, une jam më takvaja, dhe më i diqmi nga ju, ndaj Allahu xhelle xhelalu. Po, dijen që e ka pas pejgamberi e ka më nalë se neve. Mirë po me krahasu prap me atë që së ne ka arrit, se Allahu s'ka fund, thot shif, prap ja Rabbi, sën të lavdroj ashtu si e meriton ti, se nuk dim atutje, qash ti ma ke fal dijen. Ama në krahasim me njerëzit qerë, prap unë jam me i ditëshëm. Këtë raport duhet mirë me kuptu të pak të neve, hoxhallarët, dim si ti qasemi këtyne meseleve. Ibn Qayyimi ka thënë, s'ka takva pa marifet, s'ka marifet pa takva. Fjali e bukur apo. Dietar është. Gabimet ja lamanësh, të mira do t'ja marrim. S'ka takva pa marifet. Nuk mund t'jetë njeri dobishëm pa njohtë Allahun, dhe nuk mund t'a njohësh Allahun pa qenë i devotshëm. E normalisht, sa niveli i dijes, qas ma shumë edhe do t'i frikesh Allahut. Kanë thënë ulemat, një njeri sa ma tepër që janë njeh cilësit Allahut, qatë ma shumë edhe do t'i frikësohet Allahut. Edhe me neve është ashtu. Po tash na dalin në internet, nuk e njeh sa i brenda është, në Turqi është mod kjo, pak në semafor, a kape njerëzit drejt del dhe kushi, i thot qile xhamin, e ne bojnë për kërkundi, rezil përfundojnë ma pa në polici. Tash ky që incizon është polic, e i thot shifni tash, xhamatit vetëm, shifni tash, ky vjen musulmon, nuk e din si on polic. Vjen njeri si bandit. Pse? Nuk e njeh kush është aty brenda në vetur. E mendon se dhe refe, apo, unë jam i fuqishëm, unë e di, unë e boj, unë e kthej. Ja bon kështu qile xhamin, ai veç ja tregon atë si thujnë bexha, çka i thujnë atë që e mbajnë policët, sa më fal më keq kupto, erdha të thirrin një çaj të apim apo një kafe, apo. Shif, kur nuk e njofish, ma pasaj e shohish realitetin, më fal, shtiresh budal, sher budala se i thujnë turqit. Hoxhem që kështu thoshte, botën qeter, shumë njerës që kështu diluten Allahut,
O Allah, më falë se unë qenë kam budal, kur dhe shofin atë dënim, apo atë përgjithësi që ka na pret botën tjetër. Dhe jo botë tjetër ekziston be xhamat. Gjithë bëhet halli jonë. Gjithë bëhet halli jonë, shumë dobët besojmë në ahiret. Nëse ne hoxhallarët çaq dobët besojmë, çka do bëhet për njerëzit që në 12 orë në ditë kalojmë në xhami? Që prap hoxhës temi kanë ndosë. Tregon? Me një hafëz. Me hafëz, o xhamat, hafëz. Neve që kjo në byti. Neve në xhami të ndejt e harum Allahun xhelle xhelalu. Ti atje në dyqan të qenë, të kujtohet halali harami. Qa jo do të thotë të kujtohet Allah? Imam Naqshbendi qa të thotë, qa jo dhikër i vërtet. Një njeri që kur është në tregti e kujton halalin dhe haramin, ajo me bo dhikër. Ajo është me bo dhikër të vërtet. Se sa të rish në qabe aty, para qabe, të falish 100 reqat namaz, dhe asë njerë mos të kujtohet Allahu xhelle xhelalu. I shkelisha qetrin se dush të abësh një selfie para qabes. Nuk o dhikër kjo. Ti këtu në strukje, myshteri plot, aman frikesh 1 dinar mos të t'hike haram. Qa jo dhikër? Qa jo dhikër? I ka ndodhë hoxhës tem me një hafës. Ka folë hoxha pak për zjarin e xhenemit, duhet me pat kujdes. E tash jalla ma i thujnë turkët, edhin, na bojt shprehi për dit ders, ama ne hoxhallarët, si të më, i di unë e këto. Edhe zbehet imani, zbehet vallaj, do pësohet zemra. E ne ka thënë hoxhës tem, habe hoxhës se dëmsohena. E në kur s'kije qare, dëmsohesh, e me ndonë si kjo dynja. Nuk është si kjo dynja. E ne hoxhëm që aty e ka pat një qibrit, ma para, ndoshta s'ka pas, që i shkrepse, qibrit. I ka thënë mas gjatë pak gishtin, e ka kallë qibritin, ja ka në gjitë ka ndonë. Po hoxhëm e pata për botën tjetër, në këtë botë e kom vullnetin tem mund të heki, thot. Në botën tjetër s'kemi vullnet, atëherë, thot, dëmsohemi, sën do të mësohesh. Kjo është me utall me fene Allahu xhelle xhelalu. Sën mësohesh. Një zjarr në këtë botë që sën e durojmë, botën tjetër hiç më sën do ta durojmë. Allah ja Rabbi na mxall imanin. Na e forcoj imanin, të frikemi xhenemit vërtet si me e paç aty përpara. E që pejgamberi alayhi salatu wasallam thot, unë jam më takva dhe unë e njoh më së miri Zotin. Këtë pse ka thënë për ato dhunti të dijes që ja ka falë Allahu. Ndërsa për ato që s'ja ka falë, se sa do që tjetë pejgamber edhe ai ka fillim dhe mbarim, thot, ja Rabbi, unë ty sën të lavdrova, sën bona dhikër, halisi duhet. Me që në fund të fundit, do arrim në një dobësi, se kemi fillim dhe mbarim neve njerëzit, edhe në dije, nuk unë thujmë, dë kush i ka dije të pa fundshme. Ajo është jashta cilësive të krijesave. Prandaj ka thënë, me që në fundit do ta pranojmë se jemi të dobët dhe diçka sën arrim, ka thënë Sejyidu Siddiqin, Hazreti Ebu Bekri radiallahu anhu, el adzu an derkil idraki, idrakun. Kur ta kuptosh se me të vërtet jemi të pafuqishëm për të arrit idrakin, thënë me kuptu, ka 4 anët si i themin e, me kuptu esencën e Allahu xhelle xhelalu. Kur ta kuptosh se s'e kuptosh, ajo do të thotë se e ke kuptu. Shumë shprehje filozofike. Kur dhe e kuptosh se s'e ke kuptu, ajo do të thotë se e ke kuptu. Kjo sa i përket detyrës së tretë, edhe një detyrë shtëpie, apo më kujtu shkolla, e shtu në diell, tu patluj, detyrë shtëpie, lektyra, ajo, kjo. I thash fëmijëve, e dojni shkollën, normalisht përgjigja e rëndom, të është jo, një fëmijë i mençëm, Allah i ja kujtojot. Tha, o hoxha, dhe shumë palidhje gjëra në mësin. Neve në xhami në vijet se ti, nese unë pak në i laznoj, hajtë të lujnë, andi këndi. Ama thot, këtu bare flasin për gjërat mira, për Allahin, për xhenetin, për pejgamberin. Këtë e thot një fëmijë o xhamat. Këtë e thot një fëmijë. Vërtet që këtu o problemi. Këtë problemi i rinis që nuk e du në shkollën, mësimin, testin, provimin, lektyrën, këtë është se nuk flitet për gjëra që prekin në shpirt. Çdo shpirt, çdo natyrë, Allahu Teala e ka kriju që fen islamet ta dose. Pejgamberin e vet ta dose. Neve krytëm shkolla ka 12 vjet, një herë pejgamber nuk u tha. Ktheje filmin pak. Një herë pejgamber nuk u tha, një herë Allah nuk u tha. Një herë Allah nuk u tha. Nëna natyrë u tha. Allah nuk u tha, pejgamber nuk u tha. Prandaj dhe nuk e duan fëmijët. Vend natyrës thuaj Allah, vend atyne emrave që përmendën, thuaj pejgamberi alayhis salam, thuaj Hazreti Musa. Shifni si do e duan.
se të zbresin me lajqet. Edhe tualetet pak ti mbajnë më pastër, ankohen fëmijët, edhe në vaktin ton ka qenë, edhe shkaku i asaj hikin me lajqet. Prandaj edhe fëmijët nuk e duan shkollën, bile, u mbetet një fobi, se hasreti vjen nevojë e vogël, duhet ta mbajë 7 orë, se në ato tualete nuk është gjendja për tu përdor. Mirë, detyra e 4 e muslimanit, si duhet t'i qaset në këtyne ajeteve që në dukje të parë, në lezim të parë, së një kuptojmë. Detyra e 4 është e sukut ani sual, me hesht mos me parashtru pyetje. Kjo në dëgjim të parë duket sikur që hoxhallarët në qefin, e ne i thojnë xhamale më parashtruj një pyetje. Vallahi nuk o be kjo? Vallahi nuk o kjo, Imam Ghazali ka shujt me vëllime libra, ka hy në detaje, ama ka hy për nivelin e ti dhe nxënësit e ti në detaje. Ky libër ishte për xhamatin e përgjithshëm, që ta në ditën ka punu në zanat, ka punu në dyqan, ka punu advokat, a qetri profesor, ky qetri mjek, mekaniku ku, ma historin nuk e shof. Punon, po. Që e pruna pitetove një mekaniku. E tash ato njerës si duhet t'i qasen këtyne ajeteve, për qatë e ka shkujt këtë liber Imam Ghazali. Dhe thot, me hesht mos me parashtru pyetje ka obligim, vajxhip një musliman. Vajxhip, nëse dush parashtrujsh pyetje, atër dhe e lash dynjalekin dhe studiojsh fenë Allah. Ne nuk themi me im qef këto. As kushi mos pyse, jo. Ai që është talebe, dhe pyse hoxhën e vetë. Ama talebe. Jo ai që punon për këtë dynja. Që këtë dalim po e bonëm na qetësohet zemra. Sepse momentin thot kur të parashtroj pyetje, ai vetë se e ka hap derën dhe është tu hy në një fush apo në një oqean që s'ka fuqi më pa dale. Nuk din si do dale. Është tu zhyt në një mesele që nuk është i thirrur, nuk e kupton atë punë. Nëse pyet në një xahil apo njëri ignorant që s'ka haber një ciaj, pra Google-in, dhe të dalin shumë xahila përpara, zakonisht që këto tema, ajetet müteshabih, arshi, Allahu, e kështu me radhë, ku qëndron, si, andej, këndej, kush do që t'ju dale, klapa që flet kundër ehli sunnetit, është xahil dhe do ta shtojë ty xahaletin, thot Imam Ghazali. Kur dhe pyse ndonjë xahil, ai vetëm zadehu xevabu xehlen. Përgjigjja atij do të ta shtojë ty xahillekin. Wa rubama warratahu fil kufri min haythu la yash'ur, dhe ndoshta në fund do ta tërheqë zvarr në kufër pa e kuptuar ti. Në fund të hupish imanin, në fund të përngjasojsh Allahun me një krijesë, Allahu na rujt, shkon imani. Ndërsa kur dhe pyse një hoxh të vërtet, një arif të vërtet, ai hoxh s'do dije si të japet xhevapin. Dhe s'do dije si të ta bëje ty ta kuptojsh. Nëse je hoxh i vërtet, nëse ke dije, nuk do të dish si të japish përgjigje. Interesante. Kjo formula Imam Ghazalit. Për çat nuk duhet neve secilit me i dhan përgjigje. Duhet me ditë me nive me thënë, molla, Garip Efendia i Tetovës, ka pas një hoxh shumë të nderuar. Do xhamatli tonë e kanë bri. Thëmë, hoxho, kur na kapte ndjesia pak të pyesim do pyetje më të thella, me njerë na thoshte, haj kushtet e abdesit. Haj kushtet e namazit. Pse ai e ka lexuar Imam Ghazalin? Ai është hoxh i vërtet, momentin kur hyet në këto tema të thella, me njerë ato që duhen ty në praktik. Farzi, vaxhibi, sunneti, mustahabi e kështu me radhë. Një llojsi, një njeri i pjekur, një prind të themi që nuk ka fuqi t'ja bëje fëmijës së vet t'i kuptoj me saliha bejtihi, punët e dobishme të shtëpisë së tij, u tedbirahu, apo punët që si e menaxhon shtëpinë. Fëmijën e vet, fëmijën e bindish apo. I thosh duhet të flesh, o losh për të marrën tënde kam. Jo, thot, hece binde. I thom duhet të veshesh se tash u bë ftofët. Jo, thot, gje u vesha me këtë majc, unë e du këtë majc. Hece tash binde. S'kemi fuqi, vërtet s'kemi fuqi. Një lloj edhe hoxhallar të vërtet. S'do ken fuqi xhamatlive që sapo kanë filluar të falin namaz, apo sa kanë filluar të gjojnë derse, me i hyn që këto tema të thella me i gjet xhevap. Momentin kur edhe do e hapish xhevapin e sakt, xhamatlis tan do i bësh zarar dhe dam. Sa i nuk është në atë nivel për ta kuptuar. Atëherë çka qen ka detyra jon me hesht, me i than shartet e namazit ti. Ti a u martove be gjallë, mori beqar, hec. Ti a bën fëmijë, ban fëmijë beloç, merru me gjëra praktike. Ti gjej punë, ai qetri, ai ke paguajt zekatin, jepi akti zekatin, aty sadaka jepi. Ti lënë kët haram, ti qetri, lënë kët mekruh.
Gjëja praktike u desh të merrem. Neve na ardh makolla, tash filozofi, të kallëzojmë dersën. Të kallëzojmë dersën praktik kërkundin. Apo një shembull tjetër, thot si nuk ka fuqi prindi ta binde djalin e vet për dobin se si duhet ta çojë në xhami, mektep këtu thot. Ma para, edhe neve në për xhamia tona në Tetov, sidomos kemi mektepe. Mektep sot kur e përkthesh është shkollë. Mirë po me që feja nuk mësohet në shkollë, këtu e ka për qëllim xhamin Imam Gazali. Nuk dhe ketë për qëllim Janë Sandanskin të mësoj. Imam Gazali e ka për qëllim Ebu Hanifën kur të ta mësoj. E neve në mektepet tonë i mësojmë fëmijët sipas Ebu Hanifes të falin namaz, duke të ka për qëllim mektepin e xhamis Eski, mektepin e xhamis Gamgamit, mektepin e xhamis Pashës, edhe këtu inshallah disa mektep. Ama do mektepe qera ju. E në Tetov fillon do mektepe qera, Imam Gazali nuk e ka për qëllim atë mektep. Fëmijët e vegjël me mësu deri këtu durët. Subhanallah, shif çka thot, nuk duhet me hyn detaj, ai me fëmijët e vegjël hyn detaj, ja mëson ndryshe të falë me fëmijës 8 vjeçar nga i namaz që ja ka fal baba apo gjyshi i atij fëmijës. Po si di tollovitet kraja atij fëmijës, a dishti? Çfarë dëm jetu i bë? Allah ja Rabbi na bëj nasib ta dim përgjegjësinë e hoxha laikit. Njëri ashtu kish hangër diçka për mua. E për t'i ftoft njerëzit për meje, këto i quajnë halal edhe gënjeshtrën edhe iftiran. Mos e çot gjalin te ai, sa i do ta mësoj gjalin t'i boje dua e në ibadet hoxhës vet, se ato nuk i luten Allahit pa ndërmjetësu me hoxhën e vet. Subhanallahu. Këtë temë nuk kam hyrë me burrat mëdhej, çështja e tevesulit, nuk kam hyrë me xhamatlit që 8 vjet që mbaj derse, veç me ndoshta ndonjë talebe që don ta studiojë dinin e Allahut. Fëmijë 7-8 vjeçar janë gatroj kryet me këto temë. Hajde në mektep ta shohim çka i mësoj. Mësoj si luhet volejboll, pa xhungliri, pa kom do talente me top. Ku e di mësoj do shtosa, shife me sim hyn ndër hak. Ma gjuna është kjo iftiraj, ai që e bën se sa vërtet un jo me temsile kështu për t'i çu me qesh fëmijët ka 2-13 vjet që i kanë bë. Në vërtet ta kisha thënë atë shprehje, ma pak gjuna dhe ishte ajo e jemja se sa nuk e kam bë, ma thot se e kam bë. Nëse. Atëherë thot, nëse për çështjet e dynjas, për punët e shtëpisë së një bindim, raporti i njëjtë është edhe me hoxhallarët dhe xhamatlit fillestar, nuk mund t'i kuptojnë këto tema. Prandaj ato janë të zënë, ato janë të preokupuar me punët e tyre në këtë dynja, nuk i njohin këto gjëra në lidhje me Allahun, prandaj edhe nuk do kenë fuqi me i kuptu këto. Një llojsi, një fëmijë i vogël që s'ka fuqi të haje ushqime të rënda si buka apo mishi. Jo për shkak se nuk ekziston buka edhe mishi. Mirë po për shkak se ai fëmijë nuk ka fuqi me përtyp atë. Me ja dhan fëmiu të vogël të posa lindur atë, do e mbysish dhe do t'ja marrish jetën. Atëherë edhe neve si hoxhallar, po hynëm në vende publike, në YouTube apo në xhamate ku zakonisht vinë njerëz fillestar me hyrje tema shumë të thella, i marrim në qaf, do t'i ngatrojmë mapa, ma tepër Allahu Teala na ruaj gjithëve. Prandaj thot, duhet me pas kujdes, bile thot Imam Gazali, pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë në një hadith kur i pa shokët e tij duke bisedu, duke u zhyt në temat e kaderit, caktimit të Allahut. Edhe kjo është një prej temave që dënjerë na ngacmon shejtani. Po si? Nëse e ka shkrujt Allahi unë bëj gjina, atëre pse unë e të ndëshkojmë për gjina. Mos hynë në ato temë. Nëse dush me të vërtet ta kuptojsh, leja atë profesion, shko studioj dinin e Allahit. Vallaj, veç me bereqetin e mësimit, hoxha kur ta sqaroje, dhe kur të japish një mund për atë, kur dhe shoja Allahu Teala se e ke seriozisht ta kuptojsh atë, atëherë dhe ta jape një kuptim me kuptu atë temë të thellë, caktimin e Allahut në zemrën tënde. Për ndryshe, vetëm kështu pak në mënyrë relative do ta kuptojmë, ama nuk do të qetësohet zemra. Prandaj thuj, unë e besoj, ma në detaje, së ndë e kuptoj, prandaj edhe nuk hy, a i besojmë caktimit të Allahut, i besojmë, së është nga shartet e imanit. Pejgamberi alayhis salam, sahabët e tij pa dhe u tha, innema heleke men kana qablakum bi kathrati sual. Ato para jush, ummetet para juve u shkatruan se parashtroheshin shumë pyetje. A për këtë jeni krijuar, thot. A për këtë jeni krijuar. Shifni ju bëni punët tuaja. Falni namazin, jepni zekatin e kështu me radh. Bëuni musliman të mirë, këto tema mos hyni me debatu. Bile them, thot Imam Ghazaliu. E ka haram, yahrumu. E ka haram një hoxh që mban vaz, një hoxh që mban ders.
këtë rast që ne hoxhallarët, që hypin në mimberat të xhamis dhe merren me këto punë, me i dhënë përgjigje këtyre temave të thella, ku aty në xhamatli ka njerëz fillestar. Para mendoni tash xhamatlit e xhumas. Shkolla e mesme, fakulteti, gjunafi vetë çate kanë një namaz të xhumas, ka ardhë dhe ti tregosh çështje të thella të akides. Haram, thot Imam Gazali, e ka një hoxh të hyjë në këto tema. Tamam. Çka do bëj ai hoxha? Do jetë si selefët, si dietarët e gjeneratave të para. Do mjaftohet shumë shkurtimisht. Ti thosë xhamatlive duhet me lart madhëru Allahun, mos me përngjasu Allahun, me bë tenzih i thon kësaj, dhe me thonë se Allahu Teala nuk është trup, nuk ka forma e kështu me radha. Dhe ti thosë që kështu xhamatit, kullu ma khatara bi balikum, wallahu ghayru dhalik, kanë thënë. Ma khatara bi balik, wallahu ghayru dhalik. Çka do që të kujtohet në mendjen tënde, në kujtesën tënde lidhje me Allahun, ta di se Allahu nuk është ashtu. Vëherese fi dhamirikum, dhe çka do që ju lëviz në zemrat tuaja, ve tusawwara fi khatirikum, fallahu khalikuha. Dhe çka do që ju vizatohet në imagjinat ashtu Allahu, kshu Allahu, ta di se Allahu është krijuesi edhe aty në mendimeve. Prandaj nuk mund t'i ngjajë krijuesi diçka të krijuar. Dhe çka kshu me lejen e Allahut, inshallah do ta shpëtojmë imanin. Ma në fund do thosë çka kshu. Hoxha, uskutu, heshtni, mos parashtroni kësi pyetje, dhe thojni vetëm amenna ve saddekna, besuam dhe aprovuam. Çashtu hoxha si thush, çashtu do besojmë. Çashtu i kanë thënë xhamatlit e mëhershëm hoxhallarëve të tyre, ata hoxhallarëve të tyre, ata sahabëve, tabinët sahabëve, sahabët pejgamberit alayhis salatu wassalam. Neve s'kemi shumë dije, dhe pranojmë atë që na thot hoxha dhe çfarë dije që na ka fal Allahu Gjelle Gjelalu. Që kështu xhamat mbyllen dyert e vezveseve, mos hyjmë në gabime dhe ruhet imani që është 1400 vjeçar. Momentin kur hapen këto tema, sidomos në rrjetet sociale, vin një gjenerat mrapa, vakti jon e ka prish atë shenjtëri të fesë islame. Si sa kës në goj, fliten çështje që ulemat ka shumë shembuj, po nuk du të asgjasi se u bën 40 minuta, e nëpse tha shkurt dhe mbaj. Si kanë dënu xhamatlit e vet, kadia si ka dënu do hoxhallar pse kanë hyrë në këto tema. Prandaj çashtu ne kemi borx me harrujt imanin xhamatlive. Kjo nuk ka me mçef diçka, kjo është për të mirën e xhamatit. Ai që është interesuar, boj rron pe kitapeve me sqarime graduale, duhet me imsu. Mirë xhamat, na bëjni halal, faleminderit shumë. Allah ja Rabbi, të lutemi ty që këto përgjithësit hoxhallëkit dim neve t'i rujmë, edhe xhamati mapa të dije si ti pranoje këto, që mos na dëmtohet imani. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.